Edhe pse janë miratuar 5 vite më parë proceduar për pajisjen me aktin e marrjes së tokës bujqësore në përdorim, ky proces mbetet i papërmbyllur për mira fermer. Ligji që rregullon pajisjen e fermerëve me këtë dokumentacion kërkon ndjekje dhe zbatim nga bashkitë dhe njësitë administrative. Nga Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik në Bashkinë e Shkodrës thuhet se është prioritet asistenca ndaj fermerëve për përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm që u mundëson atyre përfshirje në skema të mbështetëse të qeverisë. Pjesa e OMTP-ve është një proces shumë i gjatë dhe i konklavitur ndërmjet bashkive dhe Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, me kërkesë të Bashkisë Shkodër në thirrjen e fundit që është bërë nga Ministria e Bujqësisë për sa i përket fondeve në zhvillimin rural dhe bujqësor, kemi pasur një lehtësim për sa i përket dokumentacionit që duhet paraqitur, ku një fermer mund të aplikonte edhe vetëm me OMTP-n, pra pa pasur certifikatën përfundimtare të pronësisë. Megjithatë, edhe këtë vit shumica e fermerëve me aktivitet bujqësor në territorin e Bashkisë së Shkodrës nuk kanë mundur të përfshihen në skemat e subvencioneve, pikërisht për shkak të mungesës së dokumenteve ligjore të pronësisë mbi tokën. Kanë aplikuar ata që përfitojnë edhe që plotësojnë dokumentacionin, se shumë fermerë nuk plotësojnë dokumentacionin dhe kjo i ka penalizuar. Në nivel qarku, mbi 15.000 fermerë në Shkodër nuk janë përfshirë në skemat e subvencioneve për shkak të mungesës së AMTP-s apo të certifikatës së pronësisë. Dokumente këto që mbeten kushti domosdoshëm për të përfituar ndihmë financiare nga shteti.